dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot më 7 prill ka lindur ikona e muzikës shqiptare dhe krenaria e qytetit ton, Vaçe Zela. Me këtë rast nuk u organizua asnjë aktivitet zyrtar, por vetëm një aktivitet simbolik. Sot më 7 prill 1939 lindi në Lushnjë Vaçe Zela, këngëtarja me zërin brillant që mbetet e paharruar në kohë. Me një karrierë që zgjati rreth 40 vite në skenë, ajo u bë simboli muzikës shqiptare dhe krenaria e qytetit ton. Vaçe fitoi 12 herë festivalin dhe u dha titulli artisti merituar në vitin 1973 dhe artisti popullit në vitin 1977. Sot në Lushnjë nuk u organizua një aktivitet zyrtar me këtë rast, për të nderuar dhe kujtuar artisten e madhe lushnjare, por vetëm një aktivitet simbolik tek biblioteka e qytetit. Një njeri i veçantë, dora e saj më ka përkëdhelur qafën, faqet, bile e reputhur në faqet tona të njoma. Dhe në fund, shoqërohesh me një buzëqeshje të ëmbël. Kjo ishte Vaçja, jo vetëm si këngëtare madhe që arriti në qiell, por edhe si njeri. Sa këngëtare potente e madhe, gjeniale ishte, në atë fuqinë e zërit saj fshi një shpirt të tepër i ndjeshëm. Nuk ka qenë e përkthjelur e regjimit siç u munduan disa kohë të thoshin për të. Bile ta relativizonin aq sa bëni dhe krahasime me këngëtar të rinj që ngjan me këtë, kjo, ngjan me Vaçe, ngjan me atë. Ajo kishte një shpirt tepër të ndjeshëm. Vaçe nuk do kujtohet thjesht si këngëtarja më e madhe, por unikja në llojin e saj. Vaçe Zela nisi rrugtimin artistik në moshë të re dhe arriti sukses të menjëhershëm duke fituar festivalin e këngës me këngën Fëmia i parë më 26 dhjetor të vitit 1962, kur ishte 23 vjeçe. Gjatë karrierës së saj, ajo interpretoi me mjeshtëri këngë popullore të lehta, kantata dhe balada, duke u shndërruar në numrin 1 të skenës shqiptare për dekada me radhë. Përveç skenës muzikore, Vaçe Zela dha kontribut të rëndësishëm dhe në muzikën e filmit, ku zëri i saj veçantë shoqëroi shumë prodhime kinematografike shqiptare, duke lënë një gjurmë të thellë në kulturën artistike të vendit. Vaçe Zela është e vetmja femër shqiptare nderuar në të gjallë me urdhrin deri i kombit më 24 dhjetor 2002. Ka nisur sot kampionati i volejbollit shkollor për djemt në Lushnjë, ku marrin pjesë 18 shkolla nëntëvjeçare publike dhe jo publike. Ky aktivitet organizohet nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Arsimit Parauniversitar. Ka nisur sot në Lushnjë kampionati i volejbollit për djem, një aktivitet sportiv që ka mbledhur nxënës nga 18 shkolla nëntëvjeçare publike dhe jo publike të bashkisë Lushnjë, si Skënder Libohova, 4 dëshmorët, Dimitër Mino Bubullim, nënshkruesi i pavarësisë Nebi Sefa dhe të tjera. Ky aktivitet organizohet nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Arsimit Parauniversitar me mbështetjen e bashkisë, duke synuar promovimin e sportit dhe jetës së shëndetshme tek të rinjt, si dhe nxitjen e frymës së garës dhe bashkëpunimit mes nxënësve. Ndeshjet po zhvillohen në palestrën e shkollës Fotopuka, ku që në ditën e parë është vënë re një interes i lartë dhe një atmosferë mjaft entuziaste nga pjesëmarrësit. Sot u zhvilluan 3 ndeshjet e para eliminatore, të cilat u karakterizuan nga loja e bukur dhe rivaliteti sportiv mes ekipeve. Sipas organizatorëve, në 2 ditët në vijim do të zhvillohen edhe 6 ndeshje të tjera eliminatore, ndërsa më pas do të hidhet shorti për fazën tjetër të kampionatit, ku ekipet më të mira do të vazhdojnë garën drejt finales. Gjatë gjithë aktivitetit janë marrë masa për mbarvajtjen dhe sigurinë, ku të pranishëm kanë qenë edhe punonjës të policisë bashkiake, si dhe të shëndetit publik. Ky kampionat pritet të zgjasë disa ditë dhe të kulmojë me shpalljen e ekipit fitues, duke i dhënë një tjetër shtysë zhvillimit të sportit në shkollat e Lushnjës. Fermerët protestuan para Ministrisë së Bujqësisë para heqjes së subvencionit të naftës. Ministri i Financave dhe ai i Bujqësisë pritën në takim përfaqësuesit e tyre.
Shoqata blegtorët prodhues të qumshtit kanë mbajtur sot një protestë ku morën pjesë fermer nga Shkodra, Fjeri, Lushnja, Korça dhe Gjirokastra para Ministrisë së Bujqësisë kundër skemës kombëtare 2026. Me pankarta në duar me mesazhe si stop importi të qumshtit, formalizoni tregun e bulmetit, bojkotoni firmat serbe, fermerët kanë akuzuar qeverinë se skema nuk i mbështet, pasi kostot janë të larta dhe kanë kërkuar gjithashtu subvencione për mbulimin e këtyre kostove. Ne të blegtorisë kërkuam ngritjen e subvencionime. Nuk ja dalin dot me ato pak lekë që na japin këta për subvencionet. Nafta se ulët. Qumshi juaj na konkuron. Kërkojmë mbylljen e importit. Qumshi jonë dhe ngritja jonë nuk është vetëm për neve, është edhe për fëmijët tuaj, për fëmijët e atyre, për fëmijët e gjithë neve këtu. Nafta është ngret, plerat janë ngret, çmimi i qumshit ka ra. Ne po na myt malli importit, sepse ato subvencionojnë më mirë se sa shteti shqiptar. Ne kemi fikur traktorat sepse nuk e mbulojmë dot me 2300 lek naftën. Na ka ardhur thysa aty ku s'ba, na ka ardhur thika në palc. Nuk dim ka t'ja majmë, ne jena mshirë të fatit, s'kemi kanale kulluse, i kemi ato i kanë zonë ferrat, nuk kemi asnjë lloj subvencioni, pak naftë që na jepshin, ato nuk po na japin më, nuk e dim se çfarë do bëhet. Paktën i bëjmë thirrje qeverisë që të ndërhyj urgjentisht që të na japi naftë, edhe pas na e fali, të na japi me gjys koste, të na japi bëxh, sepse sot është dita kur ne do të mbjellim. Dhe kur na jap qeveria naftën, neve nuk kina ku ta çojmë sepse ka mbaru koha e mbjelljes. Kemi 7 deri 8 herë më pak subvencione se vendet e rajonit. Me këtë duhet të konkurrojmë ne. Si mundet të konkurrojmë me vendet e rajonit kur ne nuk kemi një subvencion të njëjtë me vendet e rajonit? Si mundet t'i konkurrojmë aty, t'i konkurrojmë ata kur vendet e tyre subvencionojnë më shumë dhe taksat dhe prodhimet e tyre që vinë në Shqipëri nuk ka një taksë të përcaktuar. Pasi kërkuan një takim me Ministrin e Bujqësisë dhe atë të Financave, përfaqësuesit e protestuesve u pritën nga 2 ministrat Malaj dhe Salla në zyrë për të diskutuar nga afër kërkesat dhe shqetësimin e tyre. Fermerët kërkojnë barazim të TVSH-s, formalizim tregu, mbështetje të prodhimit vendas dhe naftë pa taksa. Bashkimi Evropian aktivizon plotësisht deri më 10 prill sistemin Entry-Exit, duke i dhënë fund vulave në pasaport. Bashkimi Evropian po hyn në një fazë të re të menaxhimit të kufive me aktivizimin e plotë të sistemit të hyrje-daljes Entry-Exit System nga data 10 prill 2026. Ky sistem, i cili nisi zbatimin gradual më 22 tetor 2025 në 29 vende evropiane, do të funksionojë plotësisht me zëvendësimin e vulave tradicionale në pasaport me regjistrim digjital të hyrjeve dhe daljeve. Entry-Exit System synon të modernizojë sigurinë kufitare dhe të përmirësojë kontrollin e qëndrimit të shtetasve nga vendet jashtë BE-s. Sistemi regjistron të dhëna si hyrja, dalja dhe refuzimet, duke reduktuar abuzimet me afatin e qëndrimit. Deri më tani, rreth 24.000 personave ju është refuzuar hyrja në zonën e Bashkimit Evropian. Gjithashtu më shumë se 600 persona janë identifikuar si persona që paraqesin rreziqe sigurie për Evropën përmes këtij sistemi. Rregulli i qëndrimit mbetet i pandryshuar. Qytetarët nga vendet jo anëtare mund të qëndrojnë deri në 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore në zonën Schengen. Kjo përfshin qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar si dhe udhëtarët e përjashtuar nga viza pavarësisht nëse udhtojnë për turizëm apo biznes. Kjo vlen edhe për njerëzit që zotërojnë prona në Bashkimin Evropian, por nuk kanë leje qëndrimi. Irlanda dhe Qiproja janë të përjashtuara nga përdorimi i Entry-Exit System, që do të thotë se ato do të vazhdojnë me kontrollet manuale të pasaportave. Autoritetet theksojnë se ky sistem do të rrisë transparencën, do të forcojë kontrollin ndaj migracionit të parregullt dhe do të përshpejtojë procedurat në pikat kufitare. Megjithatë, ka të ngjarë të ketë vonesa të konsiderueshme në aeroporte në muajt e parë të funksionimit të plotë të tij. Kryeministri Kurti po punon për zgjedhjen e presidentit të ri, ndërkohë PDK i vendos kushte, propozimin të na e sjellë të shkruar. Kryeministri Albin Kurti ka pohuar se po bën përpjekje të takohet me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur kusht kryetarit të vendvendosjes Kurti ta konkretizojë iniciativën e re për çështjen e presidentit në formë të shkruar. Gjithashtu Kurti zhvilloi të hënën një takim me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, ku diskutuan mundësinë e gjetjes së një kandidati të përbashkët për president, me qëllim të shmangjes së zgjedhjeve të reja. Ne nuk e kemi më sfidë natyrisht
numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigonte, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund të zgjedh vetë edhe presidentin. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot. Zgjedhjet nuk i don askush, as Lidhja Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethant të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë. Përpjekja e re e kryeministrit që të gjejë zgjidhje për çështjen e presidentit vjen pas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, e cila ka nxjerrë një afat që nëse deri më 28 prill nuk zgjidhet presidenti i Kosovës, vendi automatikisht shkon në zgjedhje që duhen mbajtur brenda 45 ditëve. Kryeministri me partnerët aktual qeverisës ka 66 deputet, nga 120 sa i ka Parlamenti i Kosovës. Për të zgjedhur presidentin e ri në 2 raundet e para, duhen 2/3 e votave të deputetëve dhe po e njëjta prani në sallë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.